Kalojmë tek lajme nga komuniteti ynë. Labëria dhe Polonia labe në Harvard. Në mjedisjet e Universitetit të Harvardit, shoqata Labëria Boston ishte ftuar nga Departamenti i Studimeve të Gjuhës Shqipe në Harvard. Në këtë universitet prestigjos në Fong Auditorium në Boylston Hall u mbajt konferenca unike ku eksperuan traditat e pasura të trashëgimia polifonike e labërisë. Çfarë binomi mrekullueshëm u krijua midis Harvardit, i tempullit të dijes së njerëzimit dhe polifonisë labe, kryevepër të trashëgimisë gojore të njerëzimit mbrojtur nga UNESCO me 25 nëntor 2005. U mlodhën lebrit e Bostonit të diasporës midis tyre nga gjithë trevat shqiptare, se labëria është një shmetas dhe siç ka thënë Noli, se kur kombi rrënkohen labëria është në këmbë. Kjo merit i takon shoqatës Labëria me presidente Rudina Bardhi, me sekretar zonjën Subi Çakut, cilën së bashku me shoqatën, stafin punuan fort për të realizuar këtë ditë të veçantë të jashtëzakonshme. Moderatorja, një vajzë simpatike me plot mirësi, Greta Bajrami, veshur me kostumin kombëtar, prezantoi programin që u mbajt në konferencën për labërinë. Konferencën hapi zoti i shtëpisë Faton Limani, një djalë plot kulturi, i cili la bën të ndihemi krenar si shqiptar që është në Harvard. Ai është udhëheqës i studimeve të gjuhës shqipe në Universitetin e Harvardit, mbasi uroi gjithë pjesëmarrësit ndër të tjera tha se është nder që të hapim këtë konferencë unike për trashëgiminë e labërisë dhe njëkohësisht omazh për të gjithë ata që kanë kontribuar ndër breza për ta ruajtur këtë traditë të mrekullueshme. Në emër të shoqatës Labëria, përshëndeti zonja Rudina Bardhi, kryetare e kësaj shoqate. Kozeta Zylo mbajti kumtesën, Polifonia labe, kryevepër të trashëgimisë gojore të njerëzimit. Ajo falenderoi zotin Faton Limani për mikpritjen. Pranë u shfaq me video regjistrim fjala shkencore dhe mbreslënse e profesor asociuar doktor Zao Golemi, skulptori dhe piktori Ndërqim Beko dhuroi pikturën Kanuni i labërisë. Grupi Lab si Bilbila me të vërtet kënduan këngën me titull Labëri syri me çika të lënë të mbas tradita apo këngën Sorkallja. Zonja Adlira Suraj përshëndeti konferencën si drejtuese e Fondacionit Tradita Popullore Tiranë.